Si në rastet paraprake, po edhe tani peshën më të madhe për të ecë përpara drejt zgjedhjes së formulës edhe për çështjen e presidentit është subjekti më i madh parlamentar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Është e vërtetë që kreu i lëvizjes vetëvendosje, konkretisht kryeministri i vendit, i ka takuar dy liderët e subjekteve të tjera opozitare politike për të pa alternativat, por kam përshtypjen që nuk është dalë ende një ose po mbahet jashtëzakonisht në mënyrë jo bashkë transparente, se nuk ka pas një platformë mbi çka është diskutuar, se i përket modaliteteve se kush mund të jetë. Përveç kësaj që u tha dhe fatmirësisht familja Jashariveç e shpjegoi pozicionin e vet, subjekte të tjera politike nuk po shoh që kanë pas emra për cilët ata do të insistonin dhe për të konsideruar në punit si kompromis. Po ashtu edhe lëvizja vetëvendosje nuk është se ka një emër për ta konsideruar si kompromis, dhe në çështjen e mundësisë është që kemi vetëm kompromis për çështjen fjalë, pra një president konsensual, ose kishte më qenë jashtëzakonisht e shkëlqyer e nevojshme për Republikën e Kosovës që të ketë pastër një koalicion, të kemi reformatim qeverisë, duke ndërfuar edhe pjesën e subjektit tjetër politik, dhe përmes këtij koalicionit kemi edhe zgjedhjen e shefit shtetit. Tani çështja e shpalljes së kandidaturës, unë kam që ka pasur një shpallje kandidaturës më përpara ose një shpallje vullnetit, se ta shpallja e kandidaturës nuk është, ai ka 39 shkrime, nuk mund të konsiderohet është vetëm shprehje e vullnetit, dhe nuk janë vetëm këto dy figura që kanë qenë me shprehje të vullnetit, ka qenë edhe një profesor tjetër në Universitetin e Prishtinës, me sa kujtoj. Pra, në këtë rrafsh kemi të bëjmë ose mund të konsiderohet shpallje kandidaturës nëse i merr 30 nënshkrime në Kuvendin e Republikës Kosovës nga deputetët e vendit. Figurat e përmendura nuk është se ka ndonjë vullnet politik për t'i pas dhe nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë ndonjëra prej tyre kompromis. Për presidentin aktuale nuk ka vullnet lëvizja vetëvendosje dhe kjo është jo gabim i mirë, po kjo është natyrshmëria e funksionimit të lëvizjes vetëvendosje, ku harron për një obligim moral e politik ndaj aleatit më të fuqishëm që e ka pas në vazhdimsi dhe, si më thonë, nuk është që ja dedikon energjinë dhe kjo është jashtëzakonisht gabim. Në anën tjetër, zotëri Arsim Bajrami është profesor universitar, ka kohë që nuk është pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës dhe përrjedhoj nuk shoh që Partia Demokratike e Kosovës ka në agjendë të interesit. Bile më shumë e ka lëvizja vetëvendosje, ndoshta si vullnet i treguar nga ana e tij kohëve të fundit për të pasur raporte se sa po themi Partia Demokratike e Kosovës. 28 dhjetori ka qenë ngarkesë e madhe për një proces zgjedhor. Ju e dini, kemi thonë disa herë që apel mos shkoni në zgjedhje, gjeni alternative për brenda aktualitetit politik dhe mundësive. Unë nuk e shoh sot as procesin zgjedhor si diçka të jashtëzakonshme, është në suazat demokracisë, nëse nuk ka një kompromis mirëfillt, një marrëveshje, një koalicion në instancë fundit, edhe procesi zgjedhor nuk është se i bë dëm demokracisë edhe vendit sa veç që ka përjetuar disa dëm jashtëzakonisht më që kanë qenë një vjeçarësh i dëmshëm në aspektin ekonomik, në aspektin politik, diplomatik, ato po konsiderohen nga garnitura aktuale drejtuese e vendit se mund të tejkalohen dhe për mendimin tim pasojat do të jenë ende të prekshme dhe të vërejshme. Mirë, po duke u bazuar nga kjo, konsideroj që edhe një proces zgjedhor i ri në prillin e vitit aktual nuk është se e dëmton as demokracinë, është në suazat demokracisë.